Pikërisht për këtë, ligji për arsim të lartë duhet parë si nevojë e kohës dhe si hap për të rregulluar një fushë që lidhet drejt për drejt me fatin e rinisë. Për vlenin, thelbi i këtij ligji është studenti. Studenti duhet të jetë në qendër, jo vetëm në fjalë, por edhe në vendimarrje. Prandaj, me ligjin për arsim të lartë, për herë të parë studenti bëhet pjesë e Këshillit Nacional për Arsimin e Lartë. Kjo do të thotë se studenti nuk do të jetë vetëm ai që pret vendime nga të tjerët, por do të ketë zërin e vet aty ku vendoset për arsimin e lartë. Ky ligj është i rëndësishëm pasi që synon edhe rritjen e cilësisë. Vendi tonë nuk i duan diploma pa peshë, por universitete serioze, standarde dhe arsim që përgatit të rinjt për jetën dhe për tregun e punës. Sa më shumë cilësi dhe perspektivë të ndërtojmë këtu, aq më shumë arsye do të kenë të rinjt të qëndrojnë këtu. Prandaj, ne e mbështesim këtë ligj si hap të domosdoshëm drejt një sistemi më cilësor, ku studenti dëgjohet, cilësia rritet dhe rinia fiton më shumë shpresë për të ardhmen. Ajo që e bën vlenin të dallueshëm është puna, ndërsa arsimi shqip për ne është prioritet.